Autoritetet policore kufitare të Maqedonisë kanë ndaluar dhe maltretuar kryetarin e nderit të Forumit për të drejtat e njeriut në Maqedoni dhe Ballkan, Idris Sinani. Këtë e ka bërë të ditur vetë Sinani gjatë një preskonference me gazetar në Tetov. Ai tha se ndalesat janë bërë në kufirin Blac, Yazhinc dhe Tabanoc. Kjo ka ndodhur edhe gjatë kthimit të Sinanit nga Gjermania, ku kishte marrë pjesë në kuvendin e 53 të Forumit për të drejtat e njeriut. Këto incidente janë shoqëruar me maltretime të papavzuara dhe qëllimi i tyre ka qenë vetëm të friksojnë dhe të ndalojnë veprimtarinë dhe zërin tim kritik, i cili është në shërbim të lirive, barazisë dhe respektimit të drejtave të njeriut në këtë shtet. Kjo sjellje është e papranueshme dhe e bën dëm jo vetëm figurës time, por edhe parimeve demokratike të shtetit të Maqedonisë. Ne vlerësojmë se kjo është një shkelje fragnante e lirive dhe të drejtave themelore të njerëzit dhe kërkojmë që urgjentisht të hiqet ndaj meje ndalesa kufitore me që asgjë nuk e kam rrezikuar as Maqedoninë dhe as një shtet tjetër të botës. Në ndërkohë, lidhur me gjendjen e shqiptarëve në vend, janë shfaqur shqetësime nga kryetari i Forumit për të drejtat e njeriut në Maqedoni dhe Ballkan, Recep Emurllau. Parashtrohet një pyetje para autoriteteve të Maqedonisë, pse ndër vite, që nga viti 2001 e këndej, përsëri Maqedonia vjen duke shkuar rikthesë në bazë dhe nuk është e gatshme të zgjedh problemet ndëretnike, pikërisht problemet me shqiptarët, sikur do të kthen edhe një herë problemin e 2001-shit. Pse nuk e parashtron një pyetje pse rinia diku te afër 1 milion të ri, a shumica e tyre përqindja më e madhe shqiptar, kanë braktisë trojet e veta etnike qytetet e Maqedonisë, i kanë boshatis shkollat, fshatrat dhe kështu me radhë, dhe si mund ato të socializohen dhe të gjenë veten për një vend pune në perëndim, qoftë ajo të jetë Zvicër, Danimark, Gjermani dhe kështu me radhë. Domethënë gjithë ato e bëjnë për një ekzistencë, dhe si mundet një qytetar i tillë shqiptar që është qytetar aq i devotshëm, aq i ndershëm, aq i mirë dhe aq kooperativ në shtetet e huaja, dhe si mund mos e gjen veten në vendlinjën e vet, në tokën e vet ku ka lind. Dhe a ka një plan program, një projekt Maqedonia si ta kthen besimin dhe si t'i kthen edhe një qytetarët tonë që janë jashtë Maqedonisë. Ndërkaq sekretari i këtij forumi, Shefki Selami, është të shprehur se përmes një rezolute drejtuar institucioneve ndërkombëtare do të alarmohet për mohimin e të drejtave të shqiptarëve në Maqedoni. Në mesin e kërkesave janë përmendur dhe rishikimi i rasteve të montuara. Mos respektimi i popullsisë, mos regjistrimi i popullsisë, që fshihen me qëllim të fshehjes së numrit të saktë të shqiptarëve, duke penguar ndryshimet e nevojshme kushtetuese. Mos respektimi i gjuhës shqipe në komunikim zyrtar dhe institucione shtetërore. Mos lejimi i arsimimit në gjuhën shqipe. Rishikimi i historisë së shqiptarëve. Përfshirja e autorëve shqiptar në përpilimin e teksteve shkollore dhe në unifikimin e tyre. Respektimi i barazisë në punësinë, si në sektorin privat, ashtu edhe në atë administratën shtetërore, përfshirë pozita drejtuese ushtërinë dhe policinë. Mbrojtja e trashëgimisë kulturore shqiptare, duke ndaluar shkatërimin dhe përvetësimin e gjetjeve arkeologjike me origjinë iliro-shqiptare. Rishikimi i ndryshimeve të toponimeve, shpërndarja e drejtë e buxhetit duke marrë parasysh edhe etnitetet më të vogla. Gjatë kësaj preskonference, u tha se shteti shqiptar nuk duhet që të qëndrojë si shikues, por duhet që të vendosë reciprocitet ndaj Maqedonisë për shkak të shkeljeve të drejtave të shqiptarëve në këtë vend.